Sot në mëngjes rreth orës 5:40 minuta, policia është njoftuar për një incident në këtë lokacion. Me një emër në shpejtësi kanë reaguar ekipet patrulluese, kanë ardhur në një banesë këtu brapa neve, kanë kuptuar se bëhet fjalë për një familje 4 anëtarëse, ku kemi një viktim që ka pësu të ka humbur jetën, i dyshuari është prindi apo baba i saj, një vajzë tjetër po ashtu e mitur e lënduar për shkak lëndimeve emergjencë e spitalit e ka dërguar në QKU edhe bashkëshorte e cila ka lëndime sipërfaqësore jo diçka. I dyshuari po ashtu është vetë lënduar gjatë këtij incidenti, ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe është në mbikëqyrje policore, do të thotë në vend ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë relevante, po ashtu edhe kryeprokurori ishte në vendin e ngjarjes, njësitë janë duke i kryer veprimet e nevojshme rreth këtij rasti. Vlen të ceket për ju dhe qytetarët se kjo familje ka mbi 7-8 muaj më shumë që jeton në këtë banesë të marrë në Meqira, janë shtetas të hutë që kanë punuar këtu, fëmijët kanë shkuar në shkollë, nuk kanë pas të raportuar apo të regjistruar deri më sot asnjë incident që ka mujtë me konë njoftim për organet e rënda deri me tani. Deri me tani nuk kemi informacione, jem të i kontaktu dëshmitar të mundshëm eventual, mirë po ngjarja ka ndodhur herët në mëngjes në banesë do të të mbyllur, edhe nuk kemi deri tani informacione të sakta. Mirë po incidente, mosmarrëveshje apo raste të raportuara më herët në këtë familje me këta anëtar nuk kemi në rajonin e Prizrenit.